Mirëmëngjesi të gjithëve, mirëmëngjesi të gjithë ju që sapo jeni zgjuar, mirë se vini në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam 3 të ftuar shumë special, të cilët vinë nga Maqedonia e Veriut, edhe kam një kënaqësi shumë të veçantë të prezantoj drejtorin e shoqatës kulturore artistike, zotin Zani Mehmeti. Mirëmëngjesi Zani. Mirëmëngjesi Fotorabe, mirëmëngjesi Televizioni Star. Mirë se erdhe në Shkodër, është një kënaqësi e veçantë për ne të jesh pjesë e emisionit tonë dhe të jesh në qytetin e Shkodrës. Faleminderit shumë, është hera e 8 që jemi këtu, morim pjesë në eventin e madh tuaj, në lojna popullore Fest Shkodër. Mbrëm kemi qenë në Koplik, sonte do të jemi në Shkodër. Do të thonë është një kënaqësi edhe një sfidë për artistët, sepse vim në një qytet kulturës shqiptare, qytet i kinematografisë shqiptare, i këngëtarëve, i artistëve, i shkrimtarëve të mëdhenj, që i kanë dhënë një kapital të madh shkencës, kulturës dhe artit shqiptar. Faleminderit Zani. Duhet të fillojmë të flasim pak për shoqatën kulturore artistike Jahi Hasani. Mund më tregosh pak më shumë për detajet e kësaj shoqate? Ansambli Jahi Hasani, Çegrani Gostivarit, është një ansambël me një traditë 50 vjeçare. Është një ansambël i cili kultivon vlerat mirëfillta të folklorit burimor të zonës etnografike të Pollogut. Do të thoja me shumë kënaqësi, është një ansambël që na bën krenar të gjithëve, si zonë, si Pollok, sepse këta artiste përfaqësojnë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut në evente jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Ajo që e bën këtë ansambël të fuqishëm është edhe festivali ndërkombëtar i folklorit Rudina Fest, që ju keni pas kënaqësi të jeni një vit prezant atje, që është një sfidë, që është një event i madh shumë ku marrin pjesë shtetet e huaja, si rikujtimi i dy ngjarjeve të mëdha historike që kanë ndodhur në Çegranin e Gostivarit, siç është viti 1990, ku bëhet falja e gjaqeve në baza kombëtare të Maqedonisë së Veriut, dhe kemi rastin e kampit të refugjatëve kosovar 1999, ku në Çegran, siç e dini gjithë, është ai kriza kosovare, ne themi një Auschwitz i shqiptarëve për fat keq, dhe ne patëm fatin që të jemi pjesë e historisë kombëtare për të mirëpresim vëllezërit kosovar në ata muaj të mundimshëm, dhe për hir të këtyre dy ngjarjeve organizohet festivali ndërkombëtar Rudina Fest, që është vlerë kombëtare dhe që këta artistë me shumë dëshirë dhe pasion e kultivojnë dhe mundohen që ta marrin gjallë jo vetëm artin shqiptar, por ta prezantojnë atë art që kultivojmë ne dhe jashtë kufive shtetëror. Sa vështirësi ka të mbash një ansambël të tillë, Zani? Ju studio shihni dy vajza të reja dhe normalisht punosh me resurse të reja, është edhe lodhja, është edhe sfidë, po edhe pasion. Realisht është rëndë sepse na mungon dora e shtetit, po ajo që e bën më të vështirë është se këta të ri dhe të reja nuk e kanë atë kënaqësinë që ta kenë mundësinë siç e kanë shtetet e zhvilluara, por mundohen edhe ta në baza vullnetare. Kanë pasion të madh, ta zhvillojnë këtë punë dhe ballafaqojnë me vështirësi të mëdha financiare, kushte më të dobta për zhvillim të këtij aktiviteti, dhe kështu që normalisht është vështirë, po shpesh ne shqiptarët e kemi pas historinë e çuditshme, në vështirësi të mëdha kemi bërë punë më të mëdha. Dhe arti si zakonisht ka lindur në kohët e vështira. Veprat e mëdha artistike, qoftë piktorët e mëdhenj, kanë krijuar apo kanë dhënë pjesën më të bukur, ka qenë më vështirë, sepse atëherë sigurisht që edhe dëshira e madhe për të bërë diçka ekziston. Dhe kështu që ky grup artistik po bën një fushat jashtëzakonshme për promovim të kulturës në situata jashtëzakonisht rënda. Ne kemi ardhur sot të sjellim kënaqësi, të themi se punojmë, po vështirësitë janë për njerëzit dhe në vështirësi sfidohen njerëzit që kanë edhe forcë dhe durim. Si mund ta përshkruash misionin e kësaj shoqate? Tani, kur e përmendi emrin e ansamblit Jahi Hasani, më rikujtohen ata arsimtarët e parë, njerëzit e parë të shkolluar të vendit që kanë themeluar këtë ansambël. Sa e kanë pasur ata vështirë, ata janë më gjallë, sa e kanë pasur ata vështirë dhe sa si sot ne kemi ecur këtë ecurinë se si kemi zhvilluar. Mendoj se rrugtimin të çuditshëm, Çegrani vitet 74, ju e dini gjithë, Kosova fiton në shtetin e përbashkët Jugosllavisë, fiton autonominë dhe ajo energji për cilën dhe në Maqedoninë të Veriut. Dhe atëherë fillojnë të zbërthejnë, të krijojnë klubet sportive, shoqatat kulturore e kështu me radhë. Jemi munduar që këtë shoqat ta brandojmë, ne themi një brand, është një brand i fuqishëm, po ai rrugtim është shumë i mundimshëm, po tani kemi një ndryshim të madh. Dikur në vitet 70-74 dhe ka qenë mungesë e vajzave. Sot kemi problemin tjetër, kemi më shumë vajza se djem, kështu që është një mision emancipues, një mision i kulturës, i zhvillimit, i civilizimit, dhe kjo e ka bërë këtë shoqat që jetë vetme në Gostivar, që sot jemi edhe krenar që jemi në studion tua që t'i prezantojmë gjitha të arriturat tona, që ne nuk mund me një emision, po sigurisht do të kemi raste tjera që të jeni pjesë e festivalit, të shihni aty për aty se si është zhvilluar dhe si është rrit ky ansambël kaq i njohur.
Zani, me shumë krenari, si që the dhe ti, duat më tregosh disa nga çmimet në eventet të ndryshme dhe të shumta që ju merrni pjesë. Tani çmime kemi shumë. Nuk do të mbrëmës vetëm vitin e fundit që tu jap mundësi që të shihni edhe ju të gjermani në platformën tonë që kemi në sociale, sigurisht kemi shumë çmime, por zakonisht grupi merr pjesë në evente ndërkombëtare. Dhe ne këtë vit, vetëm në vitin 2025 kemi marrë pjesë në Poloni, në qytetin Lloç, diku ka Qershori, dhe kemi marrë për kostumin më të mirë, më të bukur kostumit festival. Kemi marrë pjesë 15 shtete. Kemi qenë mos them më të mirët, po sigurisht një ndër prezantimet më të bukura që janë bërë në skena të ndryshme në qytetin Lloç. Kemi qenë edhe në Turqi, shumë shpejt jemi kthyer nga Turqia, kemi qenë te vëllezërit tonë shqiptarët që jetojnë dhe veprojnë në Turqi, dhe që kemi marrë çmime të ndryshme. Zakonisht grupi merr çmim për kostumin. Dhe ajo që bën këtë grup të veçantë është kostumi tradicional, që është i ruajtur me një pasion jashtëzakonisht madh. Janë kostume të gjysheve tona që janë modifikuar, por nuk e kanë humbur vlerën, nuk e kanë humbur tiparin, janë origjinale dhe ky kostum çdo kund ka marrë çmim. Dhe unë besoni që me çmimet e kemi kur do vini në studio, në zyrat e shoqatës, do shihni muret janë të mbushura me çmime, me pllaketa të ndryshme, me trofe të ndryshme. Ja edhe mbrëm për shembull kemi marrë çmimin e dytë në Koplik. Sigurisht sonte do të jemi favorit për të marrë çmimin e parë. Çmimet artistët japin impulse, japin inspiracion. Për mua çmimet mund të jenë nganjëherë edhe frymëzim, por mund të jenë nganjëherë edhe rritje të ne themi të egos. Nuk është mirë artistët të lidhen shumë për çmim, ato do ta bëjnë punën. Sigurisht që çmimet do të vinë. Ata do të kuptojnë artin si një vlerë dhe si një mision kombëtar. Pastaj çmimet janë ai dekori, ne themi kurora, sepse pa dhënë vlerat mirë fillta, ne nuk do mundemi ta prezantojmë këtë art në atje ku duhet dhe nuk do ta dim kënaqësinë, sepse artisti kur del në skenë, fillimisht ai sheh kënaqësinë se është pjesë e një misioni jashtëzakonisht madh për të ruajtur identitetin kombëtar, pastaj vijnë çmimet si kurorë. Nuk do kishin kuptim çmimit, po nuk do kishim ne mundësi të dalim mirë nëpër skena të mëdha. Patjetër, Zani. Ti përmendë kostumet që janë dhe çmimet e shumta që u merrni për kostumet. Dy vajzat bukuroshe që kemi në studio dhe unë i falenderoj që janë pjesë e emisionit, kanë të veshura kostumet e bukura. Mund të na shpjegosh pak më shumë për këto kostume? Tani ne kemi dikun që se nuk ka bëj, kemi dikun 7 lloj të kostumeve. Ndër ato kostume që ne mendojmë se janë kostume me vlera të mëdha, i kam sjellë në studio është vajza Melita Fetaj, është vajza nga Gosti i Varit që vjen në Çegran, në 7 kilometra nga qyteti, para ajo rrugton dhe vjen çdo fundjavë që të marr pjesë në eventet tona dhe është pjesë e shoqërisë tonë, një vajzë shumë e suksesshme edhe në shkollë. E kam edhe këtu afër edhe Zilbie Seferi, vajzë e cila është disa vite me radhë pjesë e shoqërisë sonë. Kostumi dallon që të qini nga opingat, pjesa e poshtme është oping lëkure dhe janë opinga origjinale të zonës, sepse ata janë në prodhim, më thon, nga lëkura. Do të shihni vetë pejt, ne u themi xhalma, ato pejt që lidhen për çorapeve, që janë me ngjyra dhe janë të punuara, janë punime artizanale që i kanë punuar gjyshet me shtizë, sigurisht që ju dini shtizat. Po tani nuk ka, po ne kemi marrë nga Malsia, kemi siguruar to kostume si ekzemplare dhe po mundohemi t'i ruajmë sepse nuk ka më artizanate, nuk ka gra që punojnë me punë dore, ne themi, kështu që mundohemi të origjinal. Pastaj do shihni është pjesa, domethënë, fustanellës bardh, siç e shihni edhe në studio, janë pjesët pastaj është pjesa e brezit, që lidhet brezi, pastaj kemi xhamadani apo jelekun, edhe shihni, do të shihni disa detaje nga ari, sepse do të shihni ato sërmin nga ari, është sepse në Gosti i Varit jetojnë komunitet musliman, edhe kemi një pjesë ortodokse, ne u themi reka. Jo, sigurisht që ndjor rekas, domethënë shqiptarët e rekës, ata e kanë për shkak të përkatësisë ortodokse, kanë më shumë të spikatur ngjyrën e bronzit. Te ato do të shihni rruzat të bronzit, domethënë copza të ndryshme, po më shumë bronz. Kurse te pjesa muslimane ka ndikuar elementi turk, sigurisht, ata turqët kur kanë ardhur me një pasuri më të madhe dhe si zakonisht nuset tona para 20 vjetësh dekoroheshin me shumë ar ose altan, ju e keni thënë sigurisht. Dhe kështu që ne kanjëherë tani nuk i kemi ato nuse me ato vlera aq të mëdha ato. Shpesh edhe kur i shohim këto vajzat e reja tani po i shohim dasmat kanë qenë shumë interesante. Dhe ky kostum është i origjinal i zonës. Kurse ka kostume të modifikuara sepse kanë hyrë edhe shumë elemente të sajesa që nuk janë tona, për shembull elementi turk ose ka marrë një pjesë ta themi nga një popull tjetër ta themi dhe e ka bërë si pjesë e jona, por nuk është e jona. Zakonisht shoqëria e mban atë traditën që mos bëj sajesa. Mos e dëmtoj kostumin, jo shihni edhe pjesën e shamis, rruzat janë të vëmë mbi pjesën e flokëve, kurse të pjesa ortodokse e keni në ballin. Kështu që ka disa sende që dallojnë, detaje që unë jam edhe etnolog, antropolog, dhe kam bërë studim zonës, ku pa se
Çdo veshje edhe ka edhe kuptimin edhe mënyrën si veshet. Nuk janë kostume as lehta për t'i vesh, për atë edhe janë kostume edhe kostuoze, po janë edhe truajtura. Gjyshet i ruajnë këto nëpër arkat e tyre dhe nuk i japin, zakonisht i ruajnë si kostume ekzemplare. Po tani ka 2-3 lloj kostumesh, janë kostume fëmijësh, kostume vajzash të reja që janë, ne u themi vajza të pamartuara, beqare dhe kemi kostume të nusës. Pastaj edhe kostume plakash, që domethënë ku dallojnë ato në ngjyra. Për shembull te nuset janë ngjyrat e verdha të hapura, kurse te gratë më të vjetra janë ngjyrat më të kafta, ngjyrat e errta, kështu që ato nuk mund të jenë si nusët. Edhe veshja, edhe kostumi, edhe gatesat, edhe traditat e vjetra kanë pas domethënë çdo kuptim. Nuk kanë qenë si tani po e bëjmë dasmat dhe nuk e dim kuptimin. Kemi marrë elementet huaja kështu më. Po mundohemi që ta ruajmë këtë vlerë kombëtare dhe mendoj se ky mision kaq i rëndësishëm dhe unë shpesh u them trive, vajza e djem u them ju jeni patriotët e kohës, sepse e ruani me shumë pasion identitetin kombëtar. Sa e vështirë është të sigurosh këta kostume? E thash në fillim janë kostume që nuk gjenden më, por ne mundohemi t'i marrim nga arkat e gjisheve dhe t'i punojmë, mundohemi t'i bëjmë kopje, edhe ato mundemi t'i mos i deformojmë, sepse nuk duam që ato të ruajnë diçka që është me vlerë, pastaj ato që qepin mirë, janë rroba qepse jashtëzakonisht mira që merren me këtë punë, edhe mundohemi t'i modifikojmë, po jo t'i dëmtojmë. Do thonë edhe te tirçet, te veshjet e djemve janë vija elemente, u themi në etnografisë të zonës, se po t'i shihni do të keni zona e Prizrenit ndryshe, zona e Mitrovicës ndryshe, kur del në Pollok ndryshe, pjesa e Shkupit Karshiaka, krejt ndryshe. Po janë tirësh po kanë vija që te nuk i heton. Ne që merremi me këtë punë me një redim për vijave, për sendeve, për qepurës e shohim se cila veshje kuj zonë është. Sepse zakonisht veshja është identifikim, të tregon. Unë jam në këtë studio, jam veshur ndryshe, po jam veshur me palto sepse punoj me duke fëmijë, kurse vajzat veshen në pjesën civile, veshen krejt ndryshe. Pa e që i bën krenarë janë interesant kur shkojmë për dasmat tona, zakonisht pleqet, gjishet apo gjishit na thuajnë ju lum që e runi kostumin. Unë e di që pasi mbaroj dasmat do të veshen si tjerët, po e rëndësishme që shohin edhe ato ju punon edhe kujtesa dhe kënaqen kur i shohin vajzat me dajre, me defa, tu këndu këngët e vjetra edhe rikthejmë kujtimet. Kështu që është edhe kjo pjesa tjetër që thash na marrin edhe në dasmat, ahengjet tona familjare, që ato edhe të jenë pjesë e dasmës, po edhe në farë forme të motivohen, ka pak të kemi edhe mundësi që të nxjerrin diçka edhe për shkollim. Kështu që edhe mundohen edhe këtë pjesën tjetër që ato në farë forme shoqata të vetë financohet. Një burim i vogël i vetë financimit, po edhe vetë shkollimit. Këto vajza të reja, këto djemë të ri, nuk them shumë, po kanë disa mjete të vogla për shkollim, kështu që edhe nënat edhe prindërit shpesh të më urojnë, sigurisht më ka shku puna mbar, sigurisht e shoqata ecën mirë dhe kjo ka qenë një kontribut i madh i djemve dhe vajzave që kanë ecë parë. Përveç kostumeve, sa e vështirë është për ty të zgjedhësh këngët dhe vallet që ju performoni? Ansambli Hasani punon me profesionist dhe ka mbi 15 vjet që punojmë me ekspert të koreografisë. Ndër ato është profesor i njohur, profesor Dilaver Kriziu, tek ne ka punuar edhe koreografi Hakim Ulliçi, ka punuar edhe shumë tjerë nga Shqipëria, kështu që ne kemi ndërtuar këtë kull me gur të veçantë, gur të çmuar, kemi punuar me eksperta, ai na ka bërë që jemi pak të veçantë për tjerëve. Pastaj edhe kostumi që e thash, unë jam pak edhe pasionant i kostumit, aty nuk do më edhe nuk mbaj mend, unë jam 25 vjet aty afër, nuk mbaj mend një antar të ketë me patika ose me mjete sportive. S'ka guxuar të sepse e kam pasat merak dhe çdo herë ka qenë ajo imperativi im. Grupi ne shqiptarët nuk kemi aq fukara sa duam tregojmë nganjëherë. Ne po ndërtojmë shtëpiat mira, lukset mira, veshjet mira, kur dalim në skenë e turprojmë kombin me tu dal me kpuca me sa jo. Unë e kam thënë, o do të dal kështu, edhe pse ka komente që mendojnë se kur na shohin kaq të veshur, thotë to janë shumë të pasur. Që nuk do të thotë se jemi, po ne mundohemi që kur dalim art, o e bëjmë punën mirë ose zvim hiç. Sepse edhe fundja nuk e bëjmë këtë punë me zorë, ne duam këtë. Patjetër, është me dëshirë. Po shohim që dita ditës të rinjt janë shumë të apasionuar pas teknologjisë. Sa e vështirë është për ty ti mbash pranë valleve, pranë këngës dhe pranë ansamblit? Pyetje shumë interesante që ma kanë bërë disa herë, po nuk kam arritur të gjej një fjali fundamentale, po unë e di diçka tjetër. Mund të them se ndoshta joshja pas kësaj që këta vinë shëtisin, dalin shumë. Ka qenë njëri tha, profesor, tha ke gjithë tani një metodë mirë për t'i stimulu, për t'i motivuar dhe për t'i josh që ato të vinë. Po, është e vërtetë edhe ajo, sepse një numër i madh i këtyre ecin shumë. Unë vetëm mund ta shpaloj studio, për këtë vit kanë shkuar mbi 20 net. To 8 net kanë qenë në Poloni Lodge, 8 net kanë qenë në Bursa Ynegil, 2 net kanë qenë në Orstru, 2 net janë në Shkodër, domethënë afër 20 net shtatori, është domethënë ne kemi kaluar 20 net jashtë shtëpive.
Edhe duke kaluar to netët në jashtë shtëpive, këto shoqërohen, socializohen, ta natë arrin pa gjumë, kënaqen, dhe unë mendoj se ka qenë një ndër motivet edhe kjo, edhe mos harroj, shoqëria ime është aty 20 vjet jam vet, 23 vjet, to ende s'kan participuar asnjë denar ose ju thëni lek. Ajo e bën të veçantë, sepse çuditën gjithë. Ka njerëz që e duan këtë punë, ka sponsorë, ka donatorë që e ndihmojnë këtë punë. Vërtet shteti nuk është aq, po ne atë kur e duam një punë e kemi bën, ne kemi kriju universitetet vet, e tamam puna ta lëm një shoqat kulturore që përfaqëson 100.000 shqiptarë të Gostivarit. Kështu që edhe kjo ka qenë një motiv. Më thonë këto kanë tan botën, kanë shëtit, nuk i kemi kursi prindët shumë mos harxojnë, edhe atë që e bëjnë terrorin më të madh u them mos harxoni para, sepse di jo që ata s'kan, po çdo herë ndjesi fëmijë që ato mos harxojnë, që ti kursojnë para ti kanë edhe për shkollim. Unë ju foli shumë për shkollim, se vetë punoj në arsim, edhe ka një herë kërkoj falje ju foli shumë, ka një herë i lodhi shumë, po to më thonë mos u mendo hiç fare atë punë, sepse ti nuk na fol për të keq, na fol për të mirë. Edhe ka një herë tham, po më vjen edhe keq që si keni prindët që u shajnë. Kanë vdek ato baballar, nana dhe gjyshe që na shajshin, tash ju e keni kret me ato format e laznejave. Më të buta. Buta edhe unë tash, edhe unë gjeni format but, ju thëm pak më butë se... U i thonë kështu, kjo punë kështu është, ndryshe shkon, që mos e kuptojnë ato se unë si du, po puna është dhe njëherë e vështirë edhe ti patjetër e ke ka njëherë ti qërtosh, po ma but, se s'du këto shumë, se mësut ti qërtoj askush. Zani, gjithë këto vite eksperiencë, a ka ndonjë talent të spikator që ti e mban mend ose është tani për momentin që mund ta veçosh? Tani këto talentin e kanë në gjenetik çdo kush, sepse unë kam pa një element shumë interesant. Në shkollat tona për shembull ne kemi arsimtar muzike, sende nxënësit na dalin, nuk kemi një talent që dal nga muzika shembull ose nga instrumenti. Këto vajza për shembull ka 5-6 vite që kanë mësuar dajren vet. Te shoqata kanë mësuar ritmin, kërcimin, vallëzimin, këndimin edhe instrumentin. Do të thonë to kanë talent. Tash talentet veçume mund të jetë dikush para më shumë, dikush pak, por shumë pak po punohet në shkollat tona që ti gjejmë talentet, ti stimulojmë edhe të punojmë me ta. Sepse kom pas shkoj në Hungari me një festival, kam pa një shkollë ku vetëm 2-3 nxënës mësojshin muzikë. Ato kishin programe të veçanta sepse ishin talentuar në muzikë. Te ne është një fenomen ndryshe. 15 landë dhe nxënësi ka krejt pesa. Nuk ka shansa ti ketë gjitha aftësitë. Kur vim të shkallësit, vizatim art, ai nuk mund të jetë i shkallësi e tjetri, po shoqata e ka dhënë këtë besoni këtë provim sepse kemi gjithë talente që kanë, domethënë, edhe ato hecin. Domethënë talentin duhet edhe me zbulu, mundësia është për me zbulu, po nuk është lehtë dalish në skenë në mosha 3, 15, 16 vjeç. Edhe to kur kanë dalë në skenat të mëdha, unë e di çfarë emocionesh fuqishme kanë qenë. Edhe kjo ka treguar se këto ka dalë po e zbërthejnë energji negative dhe po dalin skena, edhe po e gjejnë talentin, edhe kënaqen edhe e shohin se janë të vlefshëm. Edhe e shohin veten se nesër do të jenë prindër, po do të kenë një kapacitet madh, një motiv që të edukojnë edhe fëmijët më ndryshe. Cilat janë planet afatshkurta ose afatgjata të shoqatës Yahya Hasani? Ne po punojmë çdo vit, po bëjmë talente të reja, talent të ri, po bëjmë rifreskimin e grupit, e pasurojmë programin artistik me këngë valle të reja. Tani veshje zakonisht çdo 2 vjet që ne po mundohemi të bëjmë veshje, edhe pse thonë shumë ke veshje. Ne po mundohemi ta shohim artin ashtu si duhet, jo të bëjmë qef njëri tjetrit, sepse është pak vështirë kur shkojmë, shohim ato veshje të ndryshojnë, njerëzit bëjnë investim, arti është investim. Patjetër. Ne nuk mund të dalim për shembull me një kostum në Shkodër 5 vjet. Edhe s'ka guxu dalim ashtu. Kështu që janë disa plane, ne kemi mungesë të një pallati kulture që me ngulm të madh e kërkojmë politikës që nuk arrim ta bëj, po tash ne nuk do ndalemi me kërkesat, sepse ne jemi një farforme, një parti e vogël që i shprehim kërkesat, po pak më lirë se ata politikat. Ato e kanë ngarkesën më të madhe. Ne e kemi më lirë sepse kemi bërë suksese. Çmimet, vizitat e ndryshme, televizionet ndryshme si kemi sot, ato e kanë bërë që edhe politika jo që të ketë drojën, po të ketë pak një respekt më të madh. Pavarësisht se në shpën ka njerë thënë mos u bën folklorist, po kur ju duhet na thirrin neve, pa ne se ne bëjmë. Si jemi si krypa në gjellë, kështu që besoni që dal ka dalë ky formati, këtij kapaciteti që po bëjmë, një pallat kulture i vogël ishte një satisfaksion për këtë artist që 25 vjet i kanë pru krenari Gostivarit, i kanë pru shpresë Çegrani, sepse ju e dini, ikja masive e trive, edhe vajzat e gjendë kur shkojnë një natë më thirrin, a mund të shkojmë te shoqata trim se s'kemi ku trim. Para mendoni sa keq ndjehem unë, ato s'kan kushte. S'kan një vend ku ato takohen. Edhe pik takim është e shoqata kulturore që u ka sjell aty në një freski shpirtërore, të ndjen më but, më mirë dhe ta kalojnë një kohë me kulturë dhe me art. Zani, cili është për ty një moment që mund ta spikasësh si më të bukurin në drejtimin e shoqatës? Do ta shpalos herë parë në këtë studio, interesant,
në para, nëse s'gaboj, është 6 vjet ose 7 vjet, ka pas një artist shumë të mirë, është tani në Gjermani, Berat Xhelili, ke pas një takim të ferma me Kastriotin, kemi hangër darkën. E përshëndesim Beratin shumë. Përshëndesim Kastriotin. Edhe është një artist, një koreograf nga Kosova, kujtohet Skender Thaçi, edhe na pat nguc një farfor me Zani, tha kur do të bëni ju një festival veç të tit një shkoni në vende tjera. Edhe ajo fjalë goditi shumë edhe më tha Berati, Zani tha ne këtë punë do ta bëjmë. Edhe ka qenë ai moment shumë interesant, pak edhe stimulus, pak edhe ngucës, pak po e mirë. Sepse për ati momentin e kur shkum vera se bom festivalin e parë në Çegran, Rudina Fest, dhe ka njëherë u thamë edhe këtine, oni se ju shajnë ka njëherë njerëzit, kur të shajnë, kur të bëjnë vështirësi, ti e gjenë vetën ma mirë, apetitet hapen, qilin shtigjet, horizontet hapen. Ai ka qenë një moment shumë interesant që sot kemi në Çegran, në Gostivar dhe në Tetov, festivalin e parë ndërkombëtar, Rudina Fest, që është ambleme e Pollogut komplet. Kjo ka qenë një moment më i rëndësishëm. Unë kam pasur kënaqësinë të jem pjesë e këtij festivali, por dua të më flasësh ti më shumë për këtë festival. E thash fillim, di ngjarjet historike, ka qenë ajo motive pse është bërë festivali, dhe festivali tani nuk është festival i vujtjeve, i atile, po është festival i paqes, i dashurisë mes njerëzve të popujve, sepse aty gërshetojnë kulturat botërore, vinë shtetet ndryshme nga Meksiko, nga Polonia, për shembull, nga Turqia, nga Italia, kemi pas shtete shumë, dhe ato po bijnë diçka të re. Po bijnë, ne i themi shpesh, urat e ndërlidhjes mes popujve, gërshetimet e kulturave, na bin një motiv tri, na bin një elan tri, dhe ne ndjemin, ka njëherë krenar, ka njëherë çuditemi si ata vinë në Çegran. Sepse është një fshat jo aq i madh, nuk i ka infrastrukturën, ta themi kulturore, i mungojnë shumë, por ne me pasion të madh me gjithat staf që e kemi atje, gjejmë akomodimin te Universiteti i Evropës Qytetarore, dikush na ofron ushqimin e kështu me radhë, kështu që ne e bëjmë festivalin shumë interesant. Dhe është viti i 5, ishte këtë vit dhe u kemi sjell disa dhurata të vogla nga festivali. Të falenderojmë shumë. Mund të përshkruash pak? Tani kështu, është një kalendar i shoqatës tonë që u abim, aty keni edhe vitin 2025, po jo nga viti 2024 grupet kur keni qenë ju. Tu keni një gotë për pi çaj, keni atje Rudina Fest, është një sponsor që na ndihmon shumë, Nani Prind. Keni kullën e sahatit Gostivarit si amblem. Tu e ke një majic sportive ta veshni kështu. E keni një plaket nga komuna e Gostivarit për pjesëmarrjen në studio që kemi marrë pjesë, ta keni një kujtim studio e juaj, ju presim në festival Rudina Fest 2026, datat ju e dini 20-23 korrik. Dhe keni një libër që kam botuar unë tani para 6 muajsh kam mbaruar një specializim, një magjistraturë në fushën e etnologjisë dhe antropologjisë. Tani jam edhe magjistri i kësaj veprimtarie, sepse 20 vjet punojsh me ansamblin Yahya Hasani dhe mos morrish një titull shkencor e ndjeja vetë borxh. Thoya shpesh, jo që jam un profesor edukimi, okay, po tani po punon me kulturën dhe mos kesh një grad sepse të ndihmon shumë. Kam bërë një studim interesant mbi etnografia e zakoneve të ciklit jetësor të shqiptarëve në Çegran dhe Forin. Kam studiuar lindjen, martesën dhe vdekjen si 3 elemente të etnografisë së shqiptarëve dhe është një studim i vetëm që është bërë në zonën tonë. Jam ballafaquar me sfidat ndryshme, materiale, mungesë materialesh, po kam punuar në Institutin e Etnologjisë në Shkup, Kirili dhe metodën e kam mbaruar në gjuhën maqedone. Kështu që unë jam në gjuhën maqedone dhe falenderoj profesoreshën Mirjana Mirçeska që më ka ndihmuar shumë, ka fut me një rrugë interesante që unë jo që si dia ka pak, po nuk kisha diçka shkencore dhe po i thoya sendet kulturor nga një. Tani po e shoh se në shkencë nuk ka tallje dhe kështu që ansambli më ka ndihmuar jashtëzakonisht, më ka ndihmuar mosh pak më çtime, jo që kam bërë për karrierë, po e kam dhënë vetes borxh, sepse kur shkojnë në festivale posaçërisht e maqedonasit, ata i kanë normalisht krejt ekspertët e fushave dhe unë ndjeja keq. Profesor vetëm po. Tani jo që unë e maj për gradë, po megjithatë mësova shumë edhe i dhash vendit tim një libër, një studim shkencor që ta ketë kujtim edhe brezit që vinë, ti hapi rrugën që ato të shkojnë studion, sepse ne kemi materiale, nuk kemi pas gjurmus, s'kemi pas dorështeti që thatë edhe ju, edhe ajo na ka munguar shumë. Zani, të falenderoj shumë për dhuratat dhe dua së fund me një thirrje për të gjithë të rinjt që duan të merren me kulturë. Unë do të haroja në fillim të emisionit të përshëndes drejtuesit e festivalit tuaj Lojna Popullore Fest, Kastriot Facin, që 18 vite po organizon këtë event dhe po i grumbullon gjithë shqiptarët e bën një arenë kombëtare të gjithë vlerave tona që mundohet me shumë mund. Normal edhe bashkinë që po mundohet nga pak ta suportoj sepse është një event i madh. Po, bashkia po bën një suport i madh. Po mundohet edhe po shihet se Shkodra po hec pak më ndryshe nga bashkitë tjera sepse ne i ndjekim. Është një event që i gërsheton kulturat ndërshqiptare, domethënë ne nuk kemi mundësi më shumë. Ajo që e bën të veçantë është festivali që i përfaqëson edhe shtresa tjera sociale. Kam parë edhe bandë frimore, kam parë edhe grupin e fëmijëve të hendikepuar, kam parë moshat e reja gjimnazi, shkollat fillore, kështu që ai u jep mundësi gjitha të kënaqen në këtë event.
Sonte është nata finale në Shkodër, nata e dytë. Unë besoj që do kalojmë mirë. Faleminderit Shkodrës për këtë mikpritje, është qyteti bujarisë shqiptare. Sigurisht kjo traditë kaq e madhe e kulturës edhe e artit na bën edhe neve të ndjehemi pak më të këndshëm. Ne jemi krenar që jeni këtu dhe jeni gjithmonë të mirëpritur në Shkodër. Dua të kalojmë edhe një herë tek thirrja për të rinjt. Tani të merresh me artin e folklorit, posaçërisht është edhe një mision. Është dëshirë, pasion, por është edhe mision, sepse ju e dini vetë, to e dinë më mirë se kur punojnë me mua, ne nuk lejmë deformohet një veshje, një kostum, sepse ne, përmes atij kostumi, jemi identitarët e vendit. Ne përmes këngës, mënyrës si e këndojmë atë këngë me fjalët tona të gjysheve, e tregojmë se Shkodra e ndihjon me ëndje këndimin e Gostivarit, interesojnë fjalët, motivi, intereson veshja, intereson mënyra se si ajo interpreton skenë. Kështu që ta që punojnë këtë punë e dinë se arti është thirrje, është një klith nga brenda që tregon se ti duhet me bë me pasion dhe me dëshirë të madhe. Vetëm në art nuk mund të bësh improvizime ose sajesa ose është punë e veçantë, po është punë e mirë sepse ata fëmijë që kanë qenë në shoqatën kulturore e dinë më mirë. Asnjëherë nuk do të jepesh mundësia që 20 ditë i kalojnë jashtë shtëpive deri muaj shtator. E dyta, ata do të marrin kultura, do të shohin si jetojnë popujt tjerë, ku janë popujt tjerë, ku jemi ne, ku duhet jemi ne. Do ta bëjnë krahasimin, do të japin kontribut të madh kur do të kthehen në vendlindjen e vet, sado ku do ata të fillojnë ndryshojnë, sepse ne ndryshimin duhet ta shohim nga vetja. Dhe kjo që familjet e tine, u falenderojmë shumë që e kanë marrë këtë mision dhe kanë kuptuar shumë mirë, janë familjarë që u ndihmojnë fëmijëve, u japin motive dhe ato vinë. Edhe ne kemi nuk e kemi krizën e antarëve, unë do t'i thirrja që të vinë, ta provojnë, sepse ju ndihmon edhe në anën psikologjike. Fëmijë që kanë kaluar nëpër shoqata të ndryshme kulturore, sportive, fëmijë më të hapur, nuk janë anksios, janë fëmijë që të lirë, human, më të hapur edhe botën e shohin më ndryshe. Kjo është edhe misioni i tyre që duhet ta kenë. Të falenderoj shumë që ishe pjesë, falenderoj edhe dy vajzat kaq bukuroshe që zbukuruan këtë studio. Faleminderit dhe je gjithmonë i mirëpritur në Shkodër dhe në studion e Info Plus tani. Faleminderit juve për thirrjen. Duke ju falenderuar të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente dhe e nisni ditën në Info Plus, takimi rradhës nesër në Star Plus Televizion.